Janë pastat e freskëta me mielin autokton shqiptar, me vezë të freskëta dhe tartufin e zonave të pjesë Pukë dhe Tropoje. Kjo ishte pjata e parë që shërbym atje dhe bën degustimin e plot. I dyta ishte shish kebabi me salqiqe edhe me mish të derrit, ai aty, e shoqëruar me salcë pikante, që aty në ju erdhi diçka e çuditshme se nuk e kishin gërshëtuar salcën edhe pikante edhe tamël, të dyja bashkë edhe ishte diçka që ban wow, e përgjithshme. Maza ishte ajo që bani kulminantën, sepse ne gatum në skencë. Pra, gjatë gjithë kohës që folklori dhe kostumografia po bëte performancën, për shiu muzikën edhe traditën shqiptare, ne me kuzhinën tonë vazhdojmë gatimin direkt në qast edhe direkt mas performancës muzikore, bam shërbimin edhe për degustim të drejt për drejt. Mazën e kena shoqëruar me mishin e pulet dhe pak salcë pikante. Byreku me petat trasha, e quajmë në kazona jonë, ma është vetëm me vaj ulliri, hudër edhe krem kosi. Krem kosi. Asi gjo, që bëhen pet mas pete, si palacinkat e Korçës. Si palacinkat, tipi, petat fshira si e quajnë ka kazona Korçë, na quajmë byrek me pet trash. Gjaja ma e thjeshtë që mund të ekzistojë për i ushqim shumë shpejt, por realisht gërshetimi e athë e kosit, e hudra, vajullinit, edhe brumi, mihal peta, bën një gërshetim të plot edhe gjithë kishin një wow. Nuk e dim se pas ka këtë lloj kuzhine.